Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një lexim ndryshe, një temë për dashurinë. Nëse keni hyrë te kjo video, do të thotë që gjithmonë ka një mesazh për ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës që janë postuar, por edhe videon e hënës së re, sepse ka efektet e veta. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e muajit qershor, sepse aty përfshihet i gjithë muaji. Dhe ftoj të gjithë dëgjuesit e këtij kanali që nuk kanë bërë ende abonimin e tyre në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot e radhës. Dhe shohim energjinë që do na sjellë ky lexim. Atëherë, këtu shohim është një rihapje midis dy personave. Një person ka në mendje historinë tuaj. Është duke ndëruar ose krijon ato fantazitë e veta në lidhje me këtë dashuri. Këtu kemi energji uji te kjo pjesë, por shohim që dikush tani ju shikon, kryesisht përmes ndjenjave që ka ky person në lidhje me ju. Është një person, sepse kemi kalimin, është një person që ka ndjenja, ka emocione, sepse kemi kalimin nga 7 e kupave te 10 e kupave. Ndoshta ky person është duke jetuar në një botë fantazish, në lidhje me këtë dashuri. Ose diçka që nuk ka arritur që ta materializoj, ose një takim që ky person ka ndëruar të ketë në lidhje me ju. Dhe shohim që diçka ju lidh të dyve. Por shohim kemi dy energji që janë të kthyera me shpinë nga njëra tjetra. Ndoshta këtu kemi një vendosje të dy personave, ose një zhvendosje më saktë të kësaj energjie, ku sjell energjinë në çift, të kësaj lidhje ose njohje që ju keni. Dhe është një person që ky person dëshiron t'ju japi këtë kupë emocionale, ose këto emocione që ka në lidhje me ju, dëshiron t'i shprehi. Në një rast mund të jetë edhe për një pjesë prej jush, mund të jetë një person që ju nuk jeni duke e parë, për gjithë ata që mund të futen në një njohje të re, sepse është një person që krijon ëndra dhe iluzione në lidhje me ju, dëgjues. Dhe dëshiron të ketë një takim me ju, ose të ketë një bisedë të qetë me ju, për t'ju shprehur këto emocione. Ndërsa në lidhje me pjesën tjetër, ndoshta ky person ju ka premtuar, sepse këtu vjen diçka surprizë në lidhje me këtë dashuri. Ndoshta ky person është duke ndëruar dhe shpreson t'ju bëjë një surprizë në këtë dashuri. Dhe këtu flasim për dy personazhe ose për dy persona që nuk e shikojnë njëri tjetrin, sepse thami, janë të kthyer me shpinë nga njëri tjetri. Por kjo mund të jetë, thamë, edhe një fillim i ri për pjesën e personave që dëshiron të futen në një njohje, ku është një person që ju nuk jeni duke e kuptuar që ky person është duke ndëruar në lidhje me ju. Por gjithsesi është një cikël i ri. Ndoshta është diçka e papritur në lidhje me këtë dashuri. Ndoshta ky person ju shikon dhe shikon ndjenjat e tij ose të saj, dhe sikur dëshiron të shpëtojë nga këto fantazi për të pasur një takim ose një bashkim me ju, dëgjues. Ndoshta ky person ndihet pak i përhumbur brenda vetes së vet, sepse është në një situatë ku mendon gjatë gjithë kohës. Ndoshta ky person ka dashur të qëndrojë larg angazhimeve të një marrëdhënieje, ose ka pasur shumë opsione në jetën e vet dhe nuk ka vlerësuar këtë dashuri që ju i keni dhënë. Dhe kjo fantazi që ky person krijon e mban larg
realitetit, larg kësaj dashurie. Ndoshta dhe është një person që ka përvoja të ndryshme, por shohim që këtu ka rritje të ndjenjave, sepse kalojmë nga 7-ta te 10-ta e kupave dhe shohim një dashuri. Është një dashuri ku është si e bekuar nga universi, por kemi dhe 2 këndvështrime të ndryshme të 2 personave. Dhe mund të jetë dikush që mund të jetë larguar këtu dhe mund të jetë edhe dikush tjetër që ka qëndruar në këtë dashuri. Dhe marrim diçka tjetër. Dhe përsëri shohim 2 energji. Ky person po mendon seriozisht për të ardhur drejt jush, është një person që dëshiron të marrë iniciativa, por shohim një energji femërore që është e vendosur në qëllimet e veta dhe sigur ka kthyer shpinën. Në të dyja rastet këtu, po të vëmre, energjin femërore është sigur ka kthyer shpinën. Ndoshta ky person është duke menduar për të ardhur dhe për të krijuar një lidhje me ju. Flasim në rastet e personave që dëshiron të futen në një njohje të re, ose në rastin e personave që mund të jenë larguar nga kjo dashuri. Gjithsesi shoh që merren iniciativa, personi mendon seriozisht, dhe tham që ky person mund të ketë pas edhe shumë opsione të tjera, por është ky person ndoshta është i fokusuar tek ju dëgjues. Dhe mund të ky person ka menduar se mund të gjejë dikë tjetër ose mund të ketë dhe opsione të tjera, por ky person kupton që opsioni kryesor i jeni ju, sepse ky person është duke fantazuar gjatë gjithë kohës në lidhje me ju. Dhe do donte që ky person të kthehej, të vinte tek ju, të merrte një iniciativë. Por ky person mund të ketë kuptuar edhe që këto opsione nuk kanë qenë të përshtatshme në lidhje me këtë person, ose ky person është duke u ndërgjegjësuar dhe duke menduar në lidhje me këtë dashuri. Por është diçka që ngelet përsëri në distancë. Është sepse brenda imazhit të këtij personi shohim që ky person është duke analizuar, por duke fantazuar rreth ndjenjave, emocioneve të kësaj dashurie. Gjithsesi është një person që ndoshta ose ju e keni humbur në një rast, ose është larguar nga ju, ose në rastin tjetër është një person që do vi pa pritur tek ju. Është një njohje e re që do ndodhi në lidhje me këtë dashuri. Dhe unë do marr edhe një pakot tjetër letrash. Dhe këtu shohim që 2 persona që bashkohen me njëri tjetrin. Ndoshta është diçka që ju mbyllni disa vështirësi, dhe ky person mendon që është dashuria, ju jeni dashuria e jetës së këtij personi. Disa prej jush mund të kenë qenë dhe bashkë, mund ta kenë mbyllur këtë histori. Të tjerët nga ana tjetër mund të jetë një person në pritje të ndryshme, ose ky person pëson një lloj transformimi. Dhe disa prej jush shohim që mund të ndihen edhe pësojnë një transformim shpirtëror. Dhe marrim dhe disa letra të tjera. Shoh që ky person është ndoshta do të lënë mbrapa disa situata të vështira, ka bërë shumë durim në lidhje me këtë dashuri, por ndërkohë ky person është përballur me disa sfida, me disa vështirësi, dhe këtu shohim 2 persona që janë të apasionuar në lidhje me njëri tjetrin, kanë shumë pasion,
por në lidhje me një takim që dëshirojnë të bëjnë, por ndërkohë shohim që ka ndodhur shumë konflikte këtu. Dhe sikur ky person dëshiron të lëjë mbrapa këto konflikte, por dhe disa tensione që mund të kenë ndodhur. Disi mund të ketë qenë një situatë e vështirë në lidhje me këtë dashuri. Dhe këtu flasim për gjithë ata që kanë krijuar një lloj distancimi. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që ju në momentin që takoni këtë person, do pësoni një ndryshim ose një transformim shpirtëror, dhe shoh që do keni shumë pasion, ose personi që do vi drejt jush është një person që ka shumë pasion. Ndërkohë ju do të jepni drejtim kësaj dashurie. Ndoshta një pjesë prej jush mund të keni pasur dhe probleme në të kaluarën, në njohjet, lidhjet ose të mëparshme që mund të keni pasur, dhe shoh që me takimin e këtij personi ju do çliroheni nga situata të ndryshme që mund të keni. Sepse shohim që këtu ky person vjen drejt jush. Mund të jetë edhe një person që mund të jetë në distancë, sepse kemi karocën, kemi kalorsin e shkopinjve. Gjithsesi, energjitë janë, është energjia e shenjave të ujit, energjia e shenjave të tokës, të zjarit, përsëri energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të zjarit, energjia e shenjës së luanit, energjitë shenjave të ajrit. Janë të përfshira pothuajse të gjitha energjitë në këtë lexim. Gjithsesi, është një transformim që do kaloj tek ju në lidhje me këtë njohje ose këtë lidhje, të cilën ju e keni ndëruar, por që keni hequr dorë në fund. Sepse kjo mund të ketë ndodhur për arsye të ndryshme që ju mund të keni pasur. Gjithsesi, do shohim se si do vazhdoj kjo histori. Dhe do marr një pako tjetër letrash. Dhe marr një pako të vogël që e kam këtu. Dhe këtu shohim që ky person dëshiron të investoj tek ju në lidhje me këtë dashuri. Është një person që ndoshta dëshiron të investoj ato emocionet e veta në lidhje me ju dëgjues. Ndoshta për një pjesë prej jush në lidhje me këtë njohje të re që do vi papritur tek ju, ndërsa për pjesën tjetër në lidhje me një person që mund të keni pasur një distancim, një shkputje, një largim të personit. Në ran 4 letra, më duhet i lexoj të katërtas. Shoh që ky person është duke menduar seriozisht në lidhje me këtë dashuri. Po të vëmre, dy personat janë ballë për ballë. Janë dy persona që mendojnë shumë për njëri tjetrin, por mendojnë seriozisht. Po të vëmre këtu, energjia mashkullore është duke menduar seriozisht dhe një energji femërore që ndihet e sigurt, një energji që ka një lloj stabiliteti emocional, por që është duke pritur një lajm, një mesazh, një SMS nga ky person. Dhe këtu kemi që nuk e di, por është diçka, sikur është një dashuri e bekuar nga universi, mund të them. Sepse kemi kartën e perandoreshës, që tregon një fillim që do marrë zhvillime të mira. Në lidhje, dhe këtu përfshihen gjitha shenjat e horoskopit. Dhe kjo mund të ketë lidhje për gjithë ata që futen në një njohje të re, por dhe gjithë ata që mund të ketë një shkëputje, një distancim në lidhje me njëri tjetrin. Gjithsesi shoh që mbyllet diçka në lidhje me këtë. Dhe shohim përsëri këtu kemi një lajm, një mesazh që merrni, ose një që merr energjia mashkullore, shoh këtu në lidhje me këtë fillim të ri.
Dhe kemi përsëri të gjitha shenjat e horoskopit edhe te kjo letër, ku tregon që energjia mashkullore sikur merr një lajm, një mesazh, por sikur diçka e pengon këtu. Për të hedhur hapa para. Gjithsesi është një energji që dëshiron të marrë iniciativa, por kemi edhe 10-ën e shkopinjve, ku më falni, të shpatave, që është energjia ajri. Është një person që mund të ketë marrë shumë goditje. Dëshiron të çlirohet nga disa situata tensioni që mund të ketë pasur në jetën e tij ose të saj. Për të bërë këtë fillim të ri në një rast, ose për të pasur një bashkim në lidhje me këtë person. Dhe këtu shoh që është kartë e të dashuruarve, dhe shoh 2 persona të dashuruar, shoh një takim të bukur në një rast, por dhe një tundim që energjia mashkullore do ketë nga energjia femërore. Dhe unë do marrë dhe një mesazh nga angjëjt dhe nxora dhe një letër tjetër, dhe kjo është vërtet shumë e bukur, po të vëshre përsëri janë 2 persona me njëri tjetrin që ndihen shumë të lumtur, sepse jemi te 10-a e kupave, dhe nuk tham energjit, kemi energjit shenjave të tokës, energjit shenjave të zjarit, energjia shenjës së peshores, të shijetarit edhe të demit, energji zjari, energjia ajri, energjia shenjës gafores, por kemi edhe energjinë e të dashuruarve këtu, sepse janë shumë energji, dhe kemi energjinë e shenjave të ajrit. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim çfarë mesazhi ju japin në lidhje me këtë histori. Dhe këtu kemi treshin e shkopinjve, që tregon pritje. Ndoshta ju keni qenë në pritje të një dashurie të re, në një rast. Në rastin tjetër mund të keni qenë në pritje të këtij personi që të vi drejt jush. Dhe ju thot, gjërat duken shumë mirë, thot. Kini durim, thot, gjatë kësaj periudhe. Bëni plane afatgjata në lidhje me këtë dashuri. Gjithsesi, thash, disa prej jush mund të jenë në pritje të një njohje të re, një pjesë tjetër mund të jenë në pritje të një personi që mund të ketë pas një distancim, një largim, por thotë që gjërat do shkojnë mirë, thjesht bëni durim dhe bëni plane afatgjata në lidhje me këtë person. Dhe unë do marr edhe një mesazh se çfarë ju thotë, çfarë do donte ky person t'ju thoshte. Dhe ju thot, do doja të isha çdo natë me ty, është gjëja më e bukur, thot. Dhe marrim dhe një tjetër. Do doja të liha një nga mendimet e mia me ty, dhe është binjakët. Të më falni që është pak e vështirë kjo. Do të doja të bëja një shenjë, thot, për të qenë me ty, nga mendimet e mia me ty, pak kështu e ngatruar kjo, dhe këtu kemi binjakët. Dhe marrim dhe një tjetër për ta saktësuar. Dhe thot, unë mund të shoh veten tek ty. Ka një oqean në sytë e tu. Atëre, dhe unë mund të shoh veten tek ty, ka një oqean në sytë e tu. Atëre, këto ishin mesazhet që personi do donte, ose fjalët më saktë, që donte t'ju thoshte ky person. Gjithsesi, kjo ishte, ju merrni vetëm atë që rezonon me ju,
Ju përshëndes të gjithve, ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, atëhere dëgjojmë në video të radhës dhe për gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e email-it. Atëhere dëgjim të këndshëm.